Paksa 40-60% i me shtetit të rip kokën. Komunizëm, socializëm. Edhe Gjondi, edhe çfarë thosha unë? Veten Suediu filloi, Suedi kam parë piciri më të madh jetës time, Olti. Më vujtje më të mërshme. Doja të ktheja letrat italiane në suedeze. Po që të kthej letrat duhet gjej kompani shqiptare. Edhe vetëm i nga Kosova. Më merë ky mua 12 të dielën, më thot do vish për punë, po unë s'ka punuar kur një time Allah. Unë se dje që ishte prishje o gjaqe minut 20, bëhe lasht prishje mure me motorpik. Unë disha unë qa. Unë prisha me 1.000 euro ditë, punoj atje për 2.000 muaj. Në fund muaj, unë s'kisha, e këtë nese. Edhe vete unë t'jolësi në quet një vend Suns Val në mes Suedisi, në firma atje me në 1900-ën. Na qojnë një kanë tjera atje dha me oxhaqe lartë, ishte minus 19, do prishtim oxhaqet. Atje thash me vete unë, nene malkoja vete dha. Rini, po për to të plakës po t'i një dha. Jo qi, që u kam histori shumë të forta dha. Ishin ca legena nga Romania, te puna ku punoj nga ne rinim shpi 15 veta. Rinim me krepat, ishte një nga Bulqiza i hante buk me krip. Merë të 3.000 euro në muaj, sa hante as bukër, Allah, jam habitu me atë, Allah. Nuk e unë jetime s'kam parë si e njeri, Allah. Merë të 3.000 euro në muaj, ose nuk hante bukë, Allah, i në kursen të lekë për bukë. O as bukë, për të mëre bukë me vajtë, për kokë plakës po të gjenjej. Unë të merova, kur pasha atë thash, jipja unë oriz, gatuja unë, nare i blia gjera, luma. Edhe Gjondi, vija te puna, puna ime, nga shpia te puna ishte 1 orë largë me autobus. Do bëj gjysë ore kë me autobus, do ecet mirë autobusi, do zbrisi, do bëj gjysë ore prapë. Këta legera s'po mini mua, këta plerat, këta i një makim lini kë mua se më kishin natë se isha më izgjuar nga këta dhe isha më punëtori. Më kishin natë se isha gjithmonë për para, donin mulin, po unë jam me karakter fort, revolucionar, nuk i ule njeriu. E kupton? Edhe punova atje një muaj prishe motopik, malkoja vete vlla. Flisja çdo ditë, shikoja orën vlla, o nene, qoheshim 6:00, ktheheshim në darkën shtëpi. Thash po unë çfarë dua këtu, çaja në shtëpi ose për kokë plak s'po të gjenjej vlla. Thosha o legen, shaja veten. Kisha miliona, arrita në zero. Flisja me vete o vlla, 3 muaj kam. Ti se ke desa nga vojta atje o vlla, të merr. Sa një ditë më jep rrogën ky pronari 4.000 euro. 2 muaj rrogë. I lash kazino për 1 orë, vlla, tera lek që punova 2 muaj miku Zari. Ngjelëm vetëm 100 euro. 200 euro, 400. Aty u bëra aty, vlla, i lash dhe robet, thash ta kam është. Qa ke ti thash, me fam, qa ke i lash robet i ka Shqipëri, vlla. Aty e shpëtova dhe thash ta kam, dhirë mu në punë, punova 2 muaj si qeni. U shqeva atje. Rria si robot andjen, e i prisha për 1 orë kazino. 20.000 pezë, korona suedeze. Miku mendja Allah. U futën kazino me lek djersa. Sa mi dha muaj, sa mi dha afër kazinos. Tu fut kazino në Stockholm, vlla. Ikën 4.000 euro, miku mendja Allah. I lash për thash, ikën Shqipëri, jo të regoj të fortë të prasës, ka marun. Ikën Shqipëri, kthejë prapë Suedi, hap lokal me Stockholmit. Gjej lokal mund me Stockholmit, klube, kam hedhur atje da qoj video. Harxova 60.000 euro. O dha, falimentova aty, nuk hynte me njëri klub, unë shaja vetën për tisja atje. Dilja jashtë, nuk hynte njëri me lokale, dha, qmenda. I kisha 7.000 euro qeran, kapi depresionin. Më vjen plaka i me të tore quna aman, filloj po qante plaka. Ore, dhiti mu Suedin, tha, o qunë, tha, ti tha, bere jetë luksi i ri, tha, po të kapi pleqeri vojtja. Niku mendja mua. Hajde shpi hap vez me mua atje, tha plaka, ri fshata atje, gjoj për peshka. Olti, e kam len klub, mora dhe i kredia 10.000 euro të fundit unë, e pagova 3 qera. Ta kësha ditin baja vetun ato, unë thashtë do eci klubi, mi i kanë dhe ato për lesh. Mora 10.000 euro të fundit, prita të gojtë fortën. E le klubi vla me gjithë celta i ka u shduka. Ta kam dhirë as leta si dhash, e lash dhe celta si dhash. I ka në Shqipëri o që do t'i merë një lumë të ria, Allah. Filloja po qeshja.
Prandaj unë sot nuk shikoj leku, nuk është gjithçka leku. Vija të shpinë, qatë gjoja për pesh, dilja në firë, o dha, merdi qeshja. Miku, stresi, o dha, syna në depresion. Edhe, pritë se të ambaroj. Gjoja për pesh në Seman. Shikoja Flori oficial me kol gjokën, se këta i njifja në Italiun. Nese, mos flasim. Pash, po këtash ne më të gjurë nga mua, janë thash me vete e dha. Edhe thash, ore, ti futem dhe u TikTokut. Se kur pashu që po besh nami, thash jam bërë tërë budallëj të famshëm. Po të vi dhe unë, nuk e kam për këta, e kam për tjerë. Ta e qunat miri, për shëndet. Quna dhe kinga. Shikoja Suada Muqën këta, shikoja Keben. Nuk kam gje pe qise, di që ke shok dhe, po falë që më kasha. Falë. Shikoja, prit, shikoja... Shikoja qatë lozë, thash, po pse këta më të zgjutë se mund janë edhe. Unë jam filozofë dhe kam bredh botë, thash, unë kam qa u hap njerëzë, i hap TikTokun. Fillova me video unë, shpërtheo video ime të rruga e para, e dyta, e treta. A ti thash, tani merdi Zari në dorë, thash unë. Tani se lëqoj mëve, ha? Jo, aty u tregova i zgjuar unë. Do ja fu, lajta, gjoj për pesh një ditu ka pa 600.000 leka, 700.000 lek pesh, ke shiti plaku. 700.000 lek, da. Ka pa 200 ca kile. O Rambo, vete kazino, dorë me i palosh aty të lagje ime, Allah i lash tëra lek të peshku. Niku. Prap kazinoti. Po plaku s'po të gjenjesh, historie vërtet, da, nuk janë gjenjeshtra. Po si, po prap kazinoti. I lash të marina, Allah, lek të peshkut, plaku priste lek të shkretin, pipja gjysmat. I ka lek për lesha, ty miku Zari, Olti, ti Olti si më falë, se thash Olti, më falë. Jo që ti, prisa është historie bukur kjo, Allah. Vete në shpi më kapi nati Olta Zari. E di qa bera? Thash, unë jam barbon, nuk i tregoj vetës, TikTok shpërtheva, do iki Republikë Dominikane, do fle poshtë urave, ndaj do rinë për pyje. Ure, nuk the e me mbrapa. Dhe si du fiksu për shumë me ardhë. Po ja ta shpjegoj tani, vlla. I lash lekë unë. Tash ojtë maskara më qembi qeni, tash po i ka ndej bëj jetë me 1.000 euro. Ik Republikë Dominikane. Kisha një espres kafe të lokalit. Të lokalit tim. Me shita lushje për 700.000 lek. Me lek të këti bëra biletën për të ikur në Republikë Dominikane. Vajti ardhe, po s'kisha lek për lek për të ngrenë. Vete në firë do mira kredi. Vete të kredo në firë, unë kredo alë, ati e mjifni tërë, ula kokë, shumë sa do hyja brenda të mira, thash merdi zorë. Po ja fus të lushje, thash unë, se s'mje njëri. Vete me të shokë në lushje unë, marë kredi lushje, 600.000 lek. Po gjotë fortën. Faleminderit Lilian. Më dela jo gotës aty TikTok në rrugës të ta mua. A i thash unë. Marë 600.000 lek ose Azari edhe iki në Republikë Dominikane me 600.000 lek. I prisha rrugës ngela atje pa kokër leku dha u televisa se TikTok s'beja lojra unë. S'dimon të njëri. S'kisha ku t'birja lek. Marë plakën time ama se kam ngellë rrugëve. Shko me kredi 1.000 euro. Shko në plakë ime me 1 milion lek dha. A filloj po përtisto maskara. Në nëzive jetën. Se unë ja 5 vjetë vetëm kredi dha. Po ngria njerë koka, dha. O lungë ti e djali vetë, no? Po jo të gjoj historin. Mira kredi unë e laja, mira prap. Janë ziva i edhe, o dha, 5 vjetë nuk po ngria koka, dha. Kur i thash plakës prap për 1 milion unë, i ku Zari plakës. Ura, ma tha jo se në nëzive jetën, kur ti barosh to kredit. I meri thash se kam ngellë rrugve. Vete plakën çon 1 milion lek, dha, 500 mora shpi unë. 500 i prisha, ngela me 100 euro të e fundit, pra vlla. Pastaj thash, po ja fus të Kolumbi, më mdali këta gangut e Kolumbis. Ure si m'dolën vërtet qa fati kam unë vlla. Sa zbrita është Azarin, sa zbrita në Kolumbi vlla. Ure kisha paraprit tash do m'dali në një akta mua. Do t'i m'dolën vërtet vlla. Më mari mu hajde na dil aty. Vete unë dha tipit e ajo makine blinduar. Niku u mendja s'po besohesh dha. Për kokë plakës ta shosh zoti mas pëtova. Më mari këta mua këta qunat qeshni këta talësi me mua. Beni shaka.
Ishin ja 3 çuna, nga Shqipëria e mesme dhe këtej nga Vlora. Edhe më dhanë birë, më çuan atje, do të çojmë te vila, thanë mua. Më çuan te kati i madh i shtëpi atje, më lanë dhe shtëpi, më dhanë dhe 1000 euro. Aty miku dhari mua. Kur më dhanë 1000 euro, më tha çapo bëhet. Aty e kuptove ti që jeta është e bukur. Aty thashu ja që do të thot rrezikosh. Ma është gudim. Ti të si drejt nga vështirësi. Duhet rrezikosh atë çuna. Po nuk rrezikove nuk bën. Je dakord ti? Po s'bëhet fjalë. Tani kjo pak ta mbaroj peqi se kjo është me bukra. I më japin 1000 euro, i prish atëra me ato me buza ndeu, një këte i ka ndej gela prapa lekun, se unë jam budall. Unë kam lek i prish vlla. Tani e baj vetën unë. Edhe më thot ai, ke leka, gjoj TikTok më që thash s'kam lek. O budalla, tha, po s'ke turtë ta, thua s'kam lek. Më çoj dhe 500 euro tjera mua këta alla me taksi. Pastaj më thonë mua hajte vile jon. Vajta te vile këtyre Olti, ti Olti fal se të gatroj me Olti valla. Kam një Olti i shokun se mori djem, fiksoi dhe ai mua. S'ka gjë, po. Edhe Gjonti, ati e kërthishti keci vlla me ora, ati u knaqa unë vlla, më thanë këta çunat e Olti për zot, për kokë plagut e Olti, ai që mori tani në nese, e di çam pëlqyen këta çunat që nuk më nënvesonin mua, nuk më nënvesonin, e kupton? Po kanë respektuar, më të kanë dashur si njerëj. Ishin njerëz të thjesht, vlla, ishin njerëz të thjesht. Po gangsterat e vërtet, Ishin gangsterat e vërtet, ta janë gangsterat. Gjoktu, gangsterat e vërtet janë njerëz të thjesht, janë njerëz të respektueshëm. Janë njerëz të thjesht si sicilianët. Gjoktu, byllshirat këta që s'kan bo, që s'kan asnjë bëjnë si gangstera. Se ata që janë gangsterat vërtet të respektojnë, të japin zemrën, të japin shpirtin. Të tha zemrën, e di çam tha njeri dije mua. Ti tha se kisha i problem shumë njeri nga plake ime, nga motra, ure do ta gjej unë ku është firë, tha, jo i thash aman, thash, më nga troj, thash, o vlla, lemra hap. Jo thaj se ti e robi mirë, tha, ti e robi drejt, tha, si të shaj ty nga familja, tha. Janë njerëz nuk i pëlqej pa drejtësi ta ulë, si më kupton? Po s'bëhet fjalë valla se të shaj, po ti thuj aty në haverave se këtu të shajnë legena ato, kurse ju e dini dhe vetë thuj se një çuni mirë, një djalë i mirë, një djalë me norma nuk të shan, o vlla. Nuk të shan, se Lungës është tu i bëj çdo njeriu, të shok. Lungo është tu net qefin e vet, njëtën e vet, s'është tu i rajnë qaf njeriu, lek se s'tu kërku njeriu, po e respektojnë njerëzit, ja u shtoft Zoti. Tani pyetja është, tani të flas pak o çise timi ditit për shembull, unë nuk kam gjë, nuk e njoh, shoku jot. Mua 2-3 herë më ka sharë për para. Tani për pyetje personale, kur tjeti thot jo, lere më vlla. Do t'i marrësh konfidencat. S'mund vish direkt qa bën ku vete, qa bën ti e fshehur. Po jo re vlla, nuk bën ashtu pyetjet. Kush ka shaj? Asnjëri vlla. Qa thani? Timi, ja 2 herë fillim, jemi kapur ja 2 herë, nuk e majmë fillim. Unë i kam respektu njerëzit se kam dash me i qetësu e vlaj, po. Ato me ta të dhe i të fundit. Tani e mrapa unë nuk merë me asi ordiner. Kush shahet, kush ofendohet shahet, se s'mha më kari. Me mu, kush ka probleme, do i gjej problemet. Kush më jep respekt, do marrë respekt. Unë s'kam hyr këtu në TikTok më u bo as gangster, se s'kam nevoj. Se kam kalu, kam i të kalu me një jetën time, kam harë sa dush probleme, sa dush. Kështu që s'koj probleme. Kush do probleme? Qa peqisi thot kjo, i garantën nga troni kot jo varvar. Ishe të fol për peqisi. Qa peqisi thot, ju s'ka fol për peqisi në asgjalla. Ik marë palosha në në një hapë. Pa kështu dumë këta, të janë varikarësa. Peqisi, ta do flasë dhe për peqisi tani. Unë kryova afrimitet me Olsin. Me atë Olsin dhe me peqisi. Fillim njerëzit, ka njerëz që janë të vështirë, o njerëz të mësoni nga jeta. Nuk bën shok njerëzit direkt. Ka njerëz të veçantë që ngjit direkt, si ngjiti mu me Olsin për shembull. Ka njerëz që do bësh rrugë që ti njohësh. Që ta afrimitet. Je dakord që Olsin ndihmon pak mua këtu. Po s'diskutohet. Nuk, po vetë ketë shar mua tjetër, prisa ja po përgjigje për gjithë. S'do të thotë që unë e shaj njeri dhe nesër mund bëhem shok, o njerëz. Ti mund të shahesh me njeri dhe nesër bëhem shok. Ndryshon mendje tjetri. Kur fillim, jo ja ta mbaroj, ja shpjegoj këtyre.
Të lutem. Lejmë se jesh pëgën e më lëngojë. Për kokë nonës, për kokë të saj nonë. Familjes preku në lë. Tyve, më bëj Allah që thash se ke morë. Bre, lamat mua bet, nuk e thuaj me dha, po të lutem e mbyllën dha. Nuk thuaj Më njerë. bëj Allah. Po dha të lutem. Kena pse me diskutu më, igua ju Po më. të lutem. Po peqis, do që ta baroj. Ta baroj për ty. Unë familje për kokë vajzë të kom pregoj, për zotë. Po mirë më Ma s'ka le ta ide, mbyll për ty, o peqis. Ta mbyll. Ka njerëz që në jetë do punosh ti bësh shok se nuk janë të tërë të letë. Ka njerëz që të ngjit. Ti unë në ultim që më ngjiti. Me peqisi mu 3 muaj të zijem të shahem, e mu të bëhem shok. Zdo të të funksionon. Kështu funksionon jeta, o dha se kam mësuar nga jetë e rrugës unë. Ka pasur njerëz që unë jam zënë në Itali shashi, mu bëhem shok dhe ndaj 10 vjetë shok. Mu kupton? Nuk bëhem njerëzit shok me i ditë, o shok, ka raste ti me tjetit, kam ti pa ti peqisi për mua se u për atë. Më brapa i ndryshon mendje, të kupton ty. Njerëzit njife kur ha e pi o çuna. Kur ha e pi, e njeh më mirë tjetrin. Po s'diskutohet. Më fani se fola shumë, tani flisni ju, Allah, çfarë them? Ja, të rritë, të thonë. E atë shumë se do flasi peqinëse. Peqinëse, fola i Allah. O bubullima, Qa të thama ma. o bubullima më falere, ku je, se është një shok nga bubullima që gjohë për peshka. Intriga, ua. Tani historinë, qa të regoj, u po them që është Nazarin, e doni troqi o çuna. Unë jetën time, kam vetëm 2.000-3 miq. Ata të kalit në Kolumbi si harroj tërë jetën, e shes shpim për ata. Të keni një hall nesër për kokë plakut, nuk i dua valla, e zem do biri burga i për shembull. Unë do t'jap qatë ke vend ta ndihmoj. Tani ju e mendoni si doni, ju duket çka ka, po ata ndihmojnë në momente më të vështira. Ti ka sjell Zoti më. Po. Kora për zotë. Jo atare, jo, po të keni një hall themere, se thash gabim më falere. E më fali Allah se thash se do e marri për tersa ata Allah. Mo na fali e çuna. Po të keni hall për lek do thoshare, mos ke lek. E se vjen Zoti i merr lek. Di gjë unë qa bet. Mua më kanë gjithmonë unë qa të kem dy ajap se ata më ndihmuan në kohë të vështira. Tani po them dhe i gjë. Është Lazari është një nga ata që kam pasur, unë të oci kam vujt për shoqëri të pastën jetë, nuk kanë gjetur dot. Më kupton? Kam pas vetëm lasha mashtruesa. Po të gjithë vujmë për këto gjona. Po mirë shpëtoj goja Allah se na fola gabim, u thash burr çuna më falni Allah. Po mirë se me nove gjatë më të keqen e burë, me ram burë, me pasi. Na falni çuna se më shkau goja Allah. Mi nuk flas me Allah, më shkau goja o çuna. Nuk e thash gabim do thosha. Po ti duaj lek thosh do thosha çuna, më shkau goja për Zotin. E thash Po hajtë se më the për të keqen. e thash pa dashje çuna. Me dhjeva çuna na falni. Do thosha po tu duaj lek, keni një hall. Qin kena në njonin me fut kaçë. Shkau goja çuna, e thash pa dashje për Zotin. O lunga, shikaj të kena një unë. Po këto marë Allah. Ja dale. Kemi Kemi da mu që ke marim të rusen. Një ruse. Hajde, me që ka Allah për ruse. E kam taku Republikë Dominikane. Nuk e hapi. Qoja të visi nuk është Allah. Të visi është u lujtë është. Po quna në shkau goja në falni Allah. Një si ka sa të një me ki. Bojnë qik follow që. Bojnë qik follow, qa jeri këtu t'i bëjmë 10.000 sonte. Sonte si bëjmë do të më necë. Shna poli belaja Allah. Hajde, galeri që pasa më këtu, hajde. Pa galeri, o s'kam plëtua zjas, po e shikoj galerinë. A di që më nga nuartë? Luani. Hajde, unë pasëm galeri me parfuma, me qenë, me këshur. Unë më plëcoj 10.000, 6.000, 5.000, Kush t'i plëcoj? I shoqe. Që karikim Allah. O, ti
i ke të gjitha të rëzirë, shë po që të bëjë unë. Një që ka për belaja mua, valla. O çuna. Me shdo njëri që hy do pyesi mua s'lera hata, valla. O s'kje, Mërsa afër. o s'kje, pse bo këto gjeste të gjatë. Aluga, vjen ja tega. Në të rështa. Në fratele, vorja. Televizja. Fuzë në të zirë, se kena se të ndaj të zirë. Zoti qela me mbroma. Mëngjeso, Nazar Syzi.